Në lidhje me të gjitha këto pretendime, KIX Kosova ka adresuar pyetje edhe në zyrën e qeverisë së Kosovës, konkretisht në zyrën e kryeministit Albin Kurti, por deri në publikimin e kësaj historie, zyra për informim nuk ka kthyer një përgjigje për ne. Transparenca dhe llogaridhënia janë parimet themelore të funksionimit të institucioneve publike, por edhe të partive, por edhe thelbi i demokracisë. Në këtë kuptim, KIX Kosova ka adresuar pyetje edhe tek lëvizjave vendosje për të mësuar se cilat ndoshta janë ato kritere që i përdor zyra e tyre për të lidhur kontrata me kompanitë private, por ky institucion ka zgjedhur që të mos përgjigjet. Ne kemi adresuar pyetje dikun që rreth 2 javë, por përkundër këtij fakti kohor, partia më e madhe në pushtet nuk ka kthy përgjigje. Kjo mungesë e përgjigjeve në një çështje që prek drejt për drejt transparencën dhe menaxhimin e burimeve publike lë hapur pikpyetje serioze për qasjen e institucioneve dhe subjektit në pushtet, ndaj llogaridhënies dhe informimit të publikut.